Rikthehemi sërish te ndikimi i mediave. Kësaj radhe kisha dashur me të pyet, ndoshta edhe me të ndal pak ma gjatë te ndikimit tek rinia, sepse në fakt ka rinia krejt vendi edhe krejt shoqëria i ka syt, po që ndikimi i mediave po shihet që çdo ditë është më i madh. Për rinin është në fakt çështja më e rëndësishme në të cilën ne po e jetojmë sot, po nuk e di a jemi aq të vëmendshëm ta kuptojmë se në çfarë gjendje ndodhemi. Mund t'jap shembull shumë konkret, deri para pak javësh ishte lajmi i një filmi Barbie, edhe ajo u përfol pafund në rinin, qoftë në atë shqiptare, qoftë në atë kosovare, po edhe në të gjithë botën. Edhe aty ishte krijohej një imazh e një femre perfekte, qoftë nga ana fizike, po ashtu edhe nga ana psikologjike, gjë që është tepër e debatueshme. Po të pyesësh çdo doktor do të thotë që format fizike e një Barbie është e pamundur për një femër që t'i ketë. Po ama në këtë lloj shembulli, ne sot kemi rrjetet sociale, Instagramin, TikTokun, të cilët kemi persona të famshëm, influencers, bloggers, të cilët po tentojnë të krijojnë një lloj imazhi i cili i bën shoqërinë ta duan ta kenë atë lloj imazhi, po në fakt është një imazh fallc. Është një imazh i cili nuk mund të arrihet qoftë nga ana fizike, po ashtu edhe nga ana praktike, sepse aty në rrjetet sociale po krijohet një botë virtuale e cila në dukje është shumë perfekte. Po tentojnë të tregojnë një botë utopike ku në fakt nëse e shbërthejmë e shohim që është mjaftueshëm distopike si një botë në të cilën ne po tentojmë vazhdimisht që të hyjmë brenda. Është për të ardhur keq sepse po e mësojmë rinin të ketë një ose dy shembuj. Dhe në bazë të këtyre dy shembujve, ato e përkthejnë edhe ky është suksesi, ky është fama, ky është arritje që ti mund të kesh. Në fakt kjo nuk është e vërteta. Pse sot nuk pëlqet në rrjetet sociale po të postosh një foto libri? Nuk është trend të lexosh sot. Sot trendi është të postosh një jetë luksoze, trendi është të postosh një jetë ku je pranë famës, apo pranë suksesit, pranë luksit, tavolinat të cilat duket që është me një mirëqenie shumë të lartë, ajo po merr like sot. Një xhiro me jahtë po merr like pafund në rrjetet sociale. Një xhiro ku tregohen emblemat e makinave super luksoze për djemt e ri, ajo po tregohet sikur është suksesi për djemt. Në fakt nuk është e tillë jeta. Edhe çdo njeri në vetvete e sheh që nuk është e tillë. Dhe një nga dëmet kryesore është fakti që po i bën shoqërinë që të ndjej një formë depresioni, sepse në rrjetet sociale, në atë ekranin e telefonit, po shohin një jetë tepër ideale. A në fakt jeta e tyre nuk është e tillë. Ato nuk e dinë që ajo jetë që po tregohet aty nuk është e vërtetë. Edhe sikur të jetë një rast i vërtet, nuk e tregojnë backgroundin e vështirësive ku kanë arritur në atë pikë. Edhe njeriu tek e shet tek ekrani e sheh veten e vet ulur, pa bërë asgjë, dhe vetëm shikon dikë tjetër i cili po shëtit botën, po kap majat e suksesit. Dhe në këtë lloj forme njeriu po zhytet në një lloj burgu brenda vetes, ku nuk pëlqen asgjë nga ana e personale, qoftë nga ana fizike i duket vetja e paarrir, sepse po tregohen disa shembuj të cilët nuk janë të vërtetë. Qoftë nga ana e profesionalizmit, po ju duket vetja të paarritur, sepse po tregohet që suksesi është dikush që vetëm ka kapur disa maja të cilat në fakt janë shumë falco. Prandaj është trishtohem kur e shoh situatën për ne rinin sot, sepse rolet në të cilat po na implementohen nuk janë rolet të cilat të paktën unë personalisht i ndjek në jetë, edhe është e vështirë që të kesh një lloj identifikimi me median sot. Dhe fatkeqësisht kjo po na vonon neve që ne të krijojmë një ide tonën, një mendim